Mirë se erdhët, zoti Muharrem. I falenderoj. Atëherë kam nderin të ftoj të ftuarit tonë të parë që t'i bashkangjiten zotit Muharrem. Ju kryojmë kushtet që të jeni së bashku në panel. Pra, si përfaqësues të shoqatës së naftëtarëve Patos. Besoj se jeni gati zoti Muharrem t'ju përgjigjeni pyetjeve të panelit. Po, Levja. Kush është zoti Muharrem Resulaj? Po. Unë jam një inxhinier nafte, kam mbaruar për nxjerrjen e naftës. Kam punuar 47 vjet në naftë si inxhinier. Kam qenë drejtues, kam qenë përgjegjës sektori dhe deri krye-inxhinier dhe drejtor ndërmarrje. Po, Sara. Zotëri, dua t'ja u kthej memorje në vitet e rinis. Si unë dhe inxhinieri apo diplomuar me diplomën në dorë? Po. Ky profesion ishte një profesion që unë e zgjodha, mbasi kam qenë një birë naftari dhe më pëlqente profesioni i inxhinierit naftës. Dhe kur mbarova, u ndjeva shumë i privilegjuar, se thua që arrita të fitoja titullin inxhinieri i nxjerrjes naftës dhe gazit në Patos. Po, Besi. Kush janë emocionet e tua të para? Tash emocionet e para janë ne fillimisht kemi punuar në zonat e naftës, si që janë zona e naftës në Patos, në Ballësh, në Visok, në për vendburimet e naftës dhe me thënë drejtën që në fillim neve u ndjem shumë të të gëzuar që arritëm të bëshim inxhiniera dhe të kontribuonim në nxjerrjen, përpunimin dhe transportin e naftës për vlerat në rritjet e ekonomisë tonë. Po, Ana. Ju jeni antar i kryesisë së shoqatës naftare të qytetit Patos. Si ndjeni ju si intelektual? Po, ne me iniciativën e një grupi naftarësh krijuam shoqatën naftare të qytetit Patosit. Dhe aty unë jam zgjedhur dhe sekretari i shoqatës. Dhe një nga misionet kryesore të shoqatës është ajo e rritjes së vlerave dhe transmetues i brezave të vlerave dhe sakrificave të naftarëve. Njëkohësisht, shoqata e naftarëve të Patosit ka një mision të veçantë për të kërkuar dhe për të dhënë statusin e naftarëve, të cilët e meritojnë, pasi kanë punuar një jetë të tërë dhe nuk kanë marrë atë që u takonte deri në këto vitet e fundit. Po, Klevisa. Ju lutem, duam të na argëtoni me një kërcim popullor nga të rinjtë e familjeve naftëtare. Po, ne si kryesi edhe bashkë gjithë shoqata domethënë, krahas punës saj për këto që thamë vlerat e naftarëve, ka vazhduar edhe traditën e folklorit në Patos, duke mbështetur këtë folklor dhe duke rritur në cilësi dhe në vlera, masi atje marrin pjesë rinia të rinj, vajza dhe djem të naftëtarëve. Në këtë rast unë i përshëndes ata dhe them që le na përshëndesim me një vallë dhe ata.